Mirdita Hoxhë thotë që mund të bëj që vjera ndërhyn shumë në familjen tonë, e burri dëgjon për çdo gjë e mua ju. Mirdita motër, ajo që mund bësh është këtë video timen t'ja përcjellësh burrit, e ai ta dëgjoj, pastaj të fletaj me nonën e vet. I dashur vlla, bashorta jote ankohet për këtë sjellje të tënde. Në Islam nuk lejohet ti bësh zullum gruas në llogari të askujt në botë, as të nanës, as të babës. Secillit ti si bashort duhesh me ia dhon hakun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gratë tuaja u kalon amanet, pra ato janë amaneti i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mos i bën zullum. Nuk duhet t'i mbash krah nanës vetëm pse e ke nanë, por duhet t'i mbash krah të drejtës, kudo qoftë ajo. Allahu azza jall e do drejtësinë, është i drejtë dhe e ka obligu drejtësinë. Ani pse e ke nanë, atëherë kur e ka keq, nuk po them që më i bërtit nanës, por mos me kry atë kërkesë, atë obligim që ta detyron nana, mirë po me ja kthy me të mirë, me të butë, në anën tjetër mos mi bë zullum gruas. Ndodh që gruaja e ka mirë, ta dëgjosh gruan, ndodh që nana ka mirë, ta dëgjosh nanën. Askujt mos i bën zullum në llogaritë e palës tjetër. E di që e ke nanë, edhe duhet ta duash, ta respektosh. Por asesi të vjen puna që për çdo gjë nana më ndërhy. Janë dhe gjëra të cilat nuk duhet më ndërhy askush mes burrit edhe gruas. Andaj po të këshilloj përmes kësaj videoje që ti jesh i kujdesshëm, sepse duke e dash nanën tepër, po kalonin ndonjëherë në zullum. Nuk po them që mos e duaj nanën, por ti jesh i kujdesshëm gjojeni mesatare kur secillit i jepet haku i tij. Allah të rujt edhe të bekoft.